Për objektivat e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, kryeministri Edi Rama ka folur edhe në një intervistë për Deutsche Welle, ku tha se Shqipëria synon që brenda vitit 2027 të përmbush të gjitha detyrimet që kërkon procesi i integrimit. Kemi një kalendar shumë ambicios të dakordsuar me Komisionin Evropian për të përmbushur të gjitha detyrat brenda vitit 2027 dhe pastaj kemi parashikuar një tjetër 2 vjeçar për ratifikimin në të gjitha vendet anëtare. Nuk është një afat imagjinar ose një afat i vendosur thjesht nga dëshira, por është një afat i vendosur bazuar mbi sa i thash. Sipas kryeministrit Rama, rruga drejt antarësimit nuk varet vetëm nga Shqipëria, por dhe nga dinamika e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas tij, Shqipëria dhe Malizi janë më afër këtij procesi, ndërsa Kosova dhe Serbia mbeten peng i njëra tjetrës. Gjasat janë që së bashku me Malezinë të jemi në këtë proces. Kosovën dhe Serbinë i mban lidhur fakti që i mosnjohjes Kosovës nga Serbia. Kosova duhet të harrojë krejt Serbinë në kuptimin që duhet të përmbush në mënyrë unilaterale të gjitha kërkesat e dialogut dhe t'ja lër, siç i themi ne, topin nder Serbisë. Duke komentuar qëndrimet që vijnë nga Kosova, kreu i qeverisë shqiptare tha se i mirëkupton etiketimet që e lidhin me Serbinë. Foli dhe për marrëdhëniet me kryeministrin Albin Kurti, të cilat i konsideroi miqësore. Unë me Albinin kam një marrëdhënie shumë miqësore në aspektin personal, por kemi dallime që janë të pashmangshme në këndvështrime. Dhe këto dallime në këndvështrime i ndajmë në mënyrë shumë të hapur dhe shumë të drejtë për drejtë, ndërkohë që në të gjitha aspektet e bashkëpunimit me Kosovën, flas në bashkëpunimin ndërshtetror, ne kemi bërë goxha përparim dhe jemi duke punuar bashkarisht dhe për një vepër madhore siç është Ekurudha Durrës-Prishtinë. Këto qëndrime të kryeministrit Edi Rama vinë në një moment kur Shqipëria është në fazën e dytë të negociatave me Bashkimin Evropian, ndërsa qeveria synon që viti 2027 të jetë vendimtar për hapjen drejt antarësimit.